Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Atë tipen kalojeni në vend të dytë. Akili shpërthem për Mozën dhe sulmon produksionin. Vetëm pak ditë para finales së madhe të Fermës, debatet dhe dyshimet për mënyrën se si po zhvillohet loja vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Këtë herë në fokus është vendosur Moza Ahmeti, e cila gjatë prajmit të fundit ngriti pikë pyetje mbi mënyrën e menaxhimit të formatit dhe atë që ndodh brapa kamerave. Ndërsa publiku priste që vëmendja të përqendrohej te Vis Pupa, i shpallur si i preferuar i javës, poetja vendosi të shprehapur rezervat e saj ndaj produksionit, duke lënë të kuptohet se jo gjithçka që transmetohet përkon me realitetin brenda Fermës. Pas këtij momenti ka reaguar ish konkurrenti Akil Varfi, i cili ka dalë publikisht në mbrojtje të Mozës. Përmes një statusi në rrjetet sociale, ai u shpreh se prania e saj në një format të tillë është sa emocionuese, aq edhe intriguese. Por sipas tij, stafi ka haruar një detaj të rëndësishëm. Mimoza nuk është një personazh kazani dhe është e pamundur të manipulohet përmes skenarëve të parapërgatitur, ka shkruar ai, duke shtuar se niveli i saj intelektual, psiqik, akademik kalon gjitha arritjet e një televizioni të lartë. Akili nuk i kurseu as kritikat ndaj stafit realizues, duke deklaruar: "Pushteti të lejon të luash me njerëzit dhe karrierat e tyre si të doni, sepse jeni brenda guackës tuaj, por po të dilni, forca juaj bie." Në fund, aktori hodhi edhe më shumë benzinë zjarrit me deklaratën e tij më të fortë, duke i bërë thirrje produksionit të veprojë si biznesmen të vërtet dhe duke thënë: "Shpallni Mozën fituese dhe atë tipen kalojeni në vend të dytë." Gjithsesi, deklarata e tij ka ndezur me një reagime në rrjet, duke rikthyer edhe një herë diskutimet mbi transparencën e lojës në prag të finales së madhe.